34 persona të vdekur dhe mbi 200 të plagosur është bilanci i sulmit të mbrëmshëm me kamion në Nicë të Francës. Edhe bisedimet e sotme në Përgjino përfunduan pa sukses. Ambasadori i SBA Gjezbejli tha se partia u nevojitet dhe kjo fundjavë për të menduar. Familjarët e antarëve të grupit të Okumanovës i drejtohen me letër të hapur Ali Ahmetit pas keqtrajtimit sistematik të burgosurve nga policia. Projekti për liçenin e Treskës mbetet në stagnim. Qytetarët fajsojnë kreun e komunës Beki Murati. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi takuar bashkë në edicionin qendror informativ. Franca goditet nga një sulm tjetër terrorist. Të paktën 80 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur pasi një kamion kishte shkelur qindra qytetarë të Nicës që kishin dalë për festën kombëtare të Bastiljes. Autori i sulmit është vrarë, por po kërkon edhe bashkëpunëtor të tjerë logjistik. Franca ka ngritur nivelin e sigurisë në maksimum dhe ka mobilizuar të gjithë resurset për mjekim dhe për mbrojtje. Me Francën po solidarizohet thuajse e gjithë bota. Mbi 80 të vrarë dhe mbi 200 të plagosur është bilanci i sulmit terrorist në qytetin Nicë të Francës, i kryer nga 31 vjeçari me preardhje tuniziane. Autoritetet franceze menjëherë kanë vrarë autorin e sulmit dhe janë në kërkim të bashkëpunëtorëve të tij, që shkaktuan vdekje dhe lëndim të shumë qytetarëve francez. Autori kishte shkelur me kamion viktimat që kishin dalë për një prej festave më të rëndësishme franceze Bastille. Kishte vozitur më shumë se 2 kilometra për gjatë rrugëve të Nicës dhe kishte shkelur gjithçka përpara vetes. Policia pas vrasjes së autorit në kamion kishte gjetur një shumë të madhe armësh dhe municionesh. Sipas policisë franceze, vrasësi ishte 31 vjeçar dhe kishte shtetësi franceze. Ishte baba i 3 fëmijëve dhe vozitës i shpërndarjes. Presidenti francez ishte kthyer menjëherë nga një udhtim zyrtar, duke dënuar rash për sulmet dhe duke shprehur solidarizim me familjet e viktimave. Hollande tha se Franca ka ndezur alarmin e kuq dhe gjithë resurset mjekësore dhe të sigurisë janë vënë në lëvizje. Mbi 10.000 ushtarë dhe policë qëndrojnë të gatshëm. Franca është e tmerruar nga ky akt terrorist i cili na detyron që të bëjmë gjithçka për ta luftuar. Franca është sulmuar në ditën kombëtare të lirisë dhe të drejtave të njeriut. Në emër të kombit, shprehim solidaritetin me familjarët e viktimave dhe të lënduarve. I kemi mobilizuar të gjitha resurset tona, spitalet, policinë. Kësaj radhe është sulmuar Nica, por e gjithë Franca është e kërcënuar. Duhet të tregojmë vigjilentë dhe të përkushtuar. Hollande madje u bëri thirrje gjithë atyre që ndonjëherë kanë qenë pjesë e ushtrisë apo policisë, që të qëndrojnë në gjendje gatishmërie për t'i shërbyer vendit në rast nevoje. Këshilli i Sigurimit të Francës do të mblidhet nesër për të konsultuar hapat e mëtejmë të sigurisë kombëtare. Sulmin e kanë dënuar thuajse gjithë liderët botror, të cilët kanë shprehur solidaritetin dhe gatishmërinë për të ndihmuar Francën në luftën kundër terrorizmit. Mbështetje kanë shprehur edhe shumë fytyra publike nga e gjithë bota. Shteti francez ka shpallur 3 ditëzie për nder të viktimave të këtij sulmi. Kjo ngjarje ndodhi 8 muaj pas sulmeve të Parisit, ku u vran 130 persona, përgjegjësinë e të cilit e kishte marrë grupi ekstremist ISIS. Nuk ka informata për shtetas të vrarë ose të lënduar të Maqedonisë në sulmin terrorist, ndërkohë që nga Ministria e Punëve të Jashtme thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet kompetente franceze. Krerët e institucioneve më të rëndësishme në vend dhe liderët e partive politike kanë shprehur ngushëllime dhe kanë dërguar telegrame ngushëllimi për institucionet dhe popullin francez. Edhe redaksia e televizionit Shenja solidarizohet me popullin francez, duke shprehur ngushëllimet më të thella për familjarët e të ndjerëve dhe të lënduarve në sulmin terrorist në Nicë. Deri në këtë çast nuk ka informata për shtetas të vrarë apo të lënduar të Maqedonisë në sulmin terrorist në Nicë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet kompetente franceze. Ndërkohë, liderët e institucioneve kryesore të vendit kanë shprehur ngushëllime dhe kanë dërguar telegrame ngushëllimi për presidentin francez François Hollande dhe për homologët përkatës.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov, kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Emil Dimitriev dhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Trajko Veljanovski, një zëri dënuan ashpër sulmin terrorist dhe shprehën solidaritetin me Republikën e Francës në luftën kundër terrorizmit. Edhe kryetari i VMRO-DPMNE-s, Nikola Gruevski, i dërgoi telegram ngushëllimi presidentit të Francës François Hollande, kryeministrit Manuel Valls dhe familjarëve të viktimave në sulmet terroriste në Nicë. Opinioni i gjerë i Maqedonisë është në shok. Me tmerr dhe me keqardhje pranoi lajmin për aktin terrorist që mbrëm vonë ndodhi në Nicë. Mendimet tona dhe lutjet janë me familjarët e viktimave, por edhe me tërë Francën. Ngjashëm veproi edhe kryetari i LSDM-s, Zoran Zaev, i cili në emër të tij dhe në emër të LSDM-s dërgoi telegrame me rastin e sulmeve terroriste në Nicë. Dërgoi ngushëllime të thella dhe të sinqerta deri te familjet e mbi 89 të vdekurve, të mbi 100 të lënduarve në sulme terroriste, deri te kreu shtetëror francez, si dhe deri te populli mik në Republikën e Francës, në emrin tim dhe në emër të LSDM-s, ku pësuan shumë qytetarë derisa festonin festën kombëtare 14 korrikun. Nga lëvizja Besa kanë shprehur ngushëllime pas sulmit të mbrëmshëm terrorist, prej nga thonë se sulmet e vazhdueshme terroriste në botë dëshmojnë se bashkimi ndaj të keqes është një nevojë domosdoshme. Lëvizja Besa shpreh ngushëllimet më të thella dhe më të sinqerta pas sulmit të mbrëmshëm terrorist në Nicë. Kështu në këtë moment kur terrorizmi ka thyer zemrat e miliona njerëzve në botë, dëshirojmë të inkurajojmë se edhe ne shqiptarët jemi pranë popullit francez. Sulme terroriste si ai i Nicës, si janë vetëm kundër Francës dhe popullit të saj, por janë sulme edhe ndaj vlerave qytetërimore evropiane të ngritura me shumë mund. Edhe redaksia e televizionit Shenja solidarizohet me popullin francez dhe shpreh ngushëllimet më të thella për familjarët e të ndjerëve dhe të lënduarve në sulmin terrorist në Nicë, duke theksuar se ky dhe sulmet të tjera kudo në botë nënvizojnë një fakt të qartë: terrorizmi nuk ka as fe e as komb. Vjojmë të me zhvillimet nga vendi edhe bisedimet e sotme në Përzhino mes 4 partive politike përfunduan pa sukses. Ambasadori i SHBA-s Xhezbeli tha se partive u nevojitet dhe kjo fundjavë për të menduar. Sot në tavolin ishte shtruar dhe një propozim kompromis për kompetencat e ministrit të punët të brendshme nga ambasadorët Xhezbeli dhe Aivo Oraf, por ky propozim nuk ishte pranuar nga partitë vendore. Edhe bisedimet e sotme në Përzhino mes 4 partive politike, të cilat u vlerësuan si vendimtare pasi kishte ngelur vetëm një pikë pa u zgjidhur, përfunduan pa sukses. Lajmi vetëm pozitiv që doli nga rezidenca e ambasadorit të BE-s në Përzhino ishte se sot është arritur përparim, por ambasadori amerikan Xhezbeli tha se partive u nevojitet edhe kjo fundjavë për të menduar. We had another good session today. We made some progress. Patëm edhe një sesion të mirë sot, arritëm përparim, por jemi duke biseduar për tema shumë të ndjeshme dhe vendosëm që t'ju lejojmë partive të mendojnë për këto gjatë fundjavës. Ne do të vazhdojmë bisedimet javën e ardhshme. Unë jam optimist dhe ekziston vullnet që vendimet të rezultojnë me përparimin e Maqedonisë. Unë bashkë me kolegun tim ambasadorin Oraf dhe institucionet vendore jemi optimist se kjo mund të arrihet. Kjo është shumë e rëndësishme, andaj është e rëndësishme që edhe të jepet më shumë kohë. Sot në tavolin ishte shtruar edhe një propozim kompromis për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme nga ambasadorët Xhezbeli dhe Aivo Oraf, por ky propozim nuk ishte pranuar nga partitë vendore. 2 partitë më të mëdha në vend, VMRO-DPMNE dhe LSDM, siç mësohet jo zyrtarisht, kanë mbrojtur qëndrimet e tyre diametralisht të kundërta lidhur me kompetencat e ministrit të brendshëm në qeverinë teknike. LSDM kërkon shfuqizimin e ligjit që i ka hequr kompetencat ministrit dhe ka fuqizuar udhëhecit e drejtorive dhe ka kërkuar që ministri i punëve të brendshme në qeverinë teknike të ketë kompetenca të plota si ministrat e tjerë. Ndërkaq nga VMRO-DPMNE kanë pranuar të shfuqizojnë ndryshimet e fundit të miratuara kohë më parë vetëm nga shumica parlamentare, por me kusht që LSDM të nënshkruajë një marrëveshje në të cilën do të kufizojë numrin e ndryshimeve kadrovike që mund t'i bëjë kreu i policisë në qeverinë teknike. Për pikat e tjera për të cilat ambasadori Oraf tha se partitë janë dakorduar, zyrtarisht askush nuk shpalosi marrëveshjen për listën e votuesve dhe ligjin e medjave, si dhe disa pika të përmbyllura si ajo për formimin e qeverisë teknike 100 ditë para zgjedhjeve. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare pritet të mbahen në fund të muajit nëntor ose në fillim të muajit dhjetor të këtij viti. Nëse ato shtyhen për në pranverë, LSDM kërkon që qeveria teknike të ketë mandat 6 mujor.
Një vit pas në shkrimit të marrëveshjes së dyqershorit dhe protokollit të 15 korrikut, kriza nuk është zgjidhur dhe shumë pika në marrëveshje kanë mbetur pa realizuar. Eurodeputetët dhe lehtësuesit ndërkombëtar disa herë vizituan Maqedoninë në tentim të zgjidhjes së ngërçit politik. Kronologjinë se çfarë ndodhi gjatë një viti na e sjell gazetarja Ainur Bafqari. Një vit pas arritjes së marrëveshjes së dyqershorit dhe protokollit të 15 korrikut, akoma nuk janë implementuar të gjitha pikat e kësaj marrëveshjeje, të nënshkruara nga liderët e 4 partive më të mëdha politike në vend, VMRO, DPMN, LSDM, BDI dhe PDSH. Ndarja e shtetit nga partia është çështja që asnjëherë nuk është vendosur në tryezën e bisedimeve. Përfaqësuesit politik vazhdojnë përpjekjet për implementimin e plotë të kësaj marrëveshjeje, ku së bashku me ndërmjetësuesit ndërkombëtar, ambasadorin e BE-s dhe atë të SHBA-s, në fund të qershorit të këtij viti kanë vazhduar me një raund të ri të bisedimeve. Më 11 korrik për vizitë në Maqedoni ishte ndihmës sekretarja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, e cila pas takimit me liderët politik u shpreh optimiste që brenda disa ditësh mund të arrihet marrëveshje. Më 13 korrik, grupet e punës pas 12 orëve bisedime sërish nuk u morën vesh. Raundi i parë i bisedimeve pas arritjes së marrëveshjes më 15 korrik të vitit të kaluar zgjati deri në shkurt të këtij viti, ku edhe pas tentimeve të shumta të ndërmjetësit belg në bisedime Pieter van Houte, palët negociatore nuk arritën të implementojnë marrëveshjen. Më 27 mars mbaroi mandati i Van Houte si lehtësues ndërkombëtar në bisedime. Më 15 janar, kryeministri i vendit deponoi dorëheqjen e tij dhe në vend të tij u zgjodh kryeministri teknik Emil Dimitriev, me çka dhe u formua qeveria teknike, programi i së cilës do të kufizohej në organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuara për më 24 prill. Më 21 shkurt, ambasadori amerikan në Maqedoni Jez Bailey në një deklaratë përbashkët me përfaqësuesit e BE-s tha se nuk janë përmbushur kushtet për të organizuar zgjedhje të besueshme më 24 prill. Më 23 shkurt, u mbajt seanca për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit, ndërkaq si datë e ardhshme u përcaktua të jetë 7 prilli. Më 6 prill, shpërbehet kuvendi i Maqedonisë dhe nuk pranohen dorëheqjet e ministrave të LSDM-s, pas çka vendoset që vendi të shkojë në zgjedhje më 5 qershor. Më 15 prill, kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski nënshkruajti vendimin për shpallje të zgjedhjeve të parakohshme më 5 qershor. Më 12 prill, presidenti i shtetit Gjorge Ivanov mori vendim për abolimin e 56 funksionarëve politik, gjë që e thelloi edhe më shumë krizën politike. Pas këtij vendimi, pasuan protesta të cilat zgjatën më shumë se 2 muaj. Më 22 prill, eurodeputetët Ivo Weigl, Eduard Kukan dhe Richard Howitt bën thirrje për takim në Vjenë, takim ky që nuk u realizua. Më 14 maj, VMRO ishte vetmja parti që dorëzoi lista për kandidat për zgjedhje. LSDM, BDI dhe PDSH u deklaruan se nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Më 18 maj, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Brian Hoytie ishte në Shkup ku pati takime me krerët e shtetit dhe partive nënshkruese të marrëveshjes. Më 18 maj, gjykata kushtetuese anuloi vendimin me të cilin u shpërbë parlamenti. Po në të njëjtën ditë, më 18 maj, mblidhet parlamenti dhe Maqedonia i rikthehet qeverisë së paramarrëveshjes së Pozhinos, asaj të përbërë vetëm nga VMRO-ja dhe BDI-ja. Në seancën e parë pas mbledhjes së kuvendit, u konstatua dorëheqja e ministrave të LSDM-s dhe emërimi atyre të VMRO-DPMN-s. Në muajin maj, i dërguari special Gjerman Johannes Heindel, i emëruar nga ministri i jashtëm gjerman, për 3 herë radhazi e vizitoi Maqedoninë ku edhe realizoi një mori takimesh me liderët politik. Më 26 maj, u ha procedurë parlamentare për impeachmentin e Ivanovit për shkak të vendimit të tij për abolim. Më 27 maj, Ivanov tërhoqi vendimin për falje për 22 persona. Më 6 qershor, presidenti Ivanov e tërhoqi tërësisht vendimin për abolim. Në rrugtimin e tyre për dalje nga kriza politike, përfaqësuesit politik në tryezën e bisedimeve kanë hasur në shumë ngjesje gjatë implementimit të pikave të marrëveshjes, duke bërë kështu që të shkelen pothuajse të gjitha afatet e parapara në këtë marrëveshje. Përfaqësuesit politik kanë arritur që në kohë të përmbyllin vetëm 2 çështje: kthimin e LSDM-s në kuvend si dhe emërimin e prokurores speciale. Por te kjo e fundit ishte marrëveshje e përgjysmuar për shkak të përgjysmimit të ekipit të prokurorëve të Janevës. Data që duhej të arrihet marrëveshje për modelin zgjedhor, veçanërisht për regjistrimin e votuesve si dhe pastrimin e listave zgjedhore, ishte 6 tetori. Mirë po një gjë e tillë nuk ndodhi. Pas 15 orëve bisedime, më datë 18 tetor, grupet e punës përfundimisht arritën marrëveshje. Për përfaqësuesit politik, shumë vështirësi paraqiti edhe emërimi i antarëve të KSZ-s, për të cilën po ashtu pas shkeljes së afatit të parapar, me vështirësi arritën marrëveshje.
Ndërka që më 6 nëntor të vitit 2015, liderët e 4 partive politike më në fund arritën marrëveshje për kodin zgjedhor, kompetencat e KSZ-s, si dhe ligjin për qeverinë teknike, ndërsa këto pika duhet të mbylleshin nga data 1 deri më 20 tetor të vitit 2015. Afati kur duhet të arrihet marrëveshje për reformat në media ishte 20 nëntor i vitit të kaluar, çështje kjo akoma e pazgjidhur. Maqedonia hyri në krizën e thellë politike menjëherë pas publikimit të bisedave të përgjuara. Në bisedat e publikuara nga LSDM, opinioni pati rastin të dëgjojë manipulimet dhe keq përdorimet e bëra nga ana e pushtetit. Vjojmë të me lajmet, familjarët e grupit të Kumanovës të shqetësuar për keqtrajtimin që u bët bive të tyre në burgje të Maqedonisë, i kanë dërguar letër kreu të BDI-s Ali Ahmeti, institucioneve ndërkombëtare dhe shtetit të Kosovës. Ata kërkojnë që të ndërmarrin hapa konform ligjeve ndërkombëtare, pasi në të kundërtën, siç shkruajnë ata në letrat e tyre, situata në Maqedoni mund të eskalojë. Si mund të dilni në përmitingje të kërkoni votën e këtij populli kur natën bëni kompromise në dëm të shqiptarëve? Bëni pazare të fllihura politike për interesa personale e klanore. Është kjo pyetja që Këshilli Familjar i të burgosurve të rastit Kumanova ja kanë drejtuar kreut të BDI-s Ali Ahmeti nëpërmjet një letre të hapur. Familjarët e grupit të Kumanovës të shqetësuar për keqtrajtimin që u bëhet bijve të tyre në burgjet e Maqedonisë, pas reagimeve të shumta tek avokatët e të burgosurve si dhe tek avokati i popullit në Maqedoni, pas të cilave gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë, kanë vendosur të dërgojnë një letër të hapur kreut të BDI-s Ali Ahmeti, institucioneve ndërkombëtare dhe shtetit të Kosovës. Është e tmerrshme se si shqiptarët që jetojnë atje ende besojnë e ju votojnë ju, zoti Ali Ahmeti, bashkë me ministrat e zyrtarët tuaj në institucione vendimmarrëse, por që në fakt puna juaj është vetëm të shërbeni pushtetit me çdo çmim, madje edhe duke sakrifikuar njerëzit e cilët kanë dhënë shumë për të drejtat e shqiptarëve atje, duke lënë në mëshirë të fatit bashkëluftëtarët tuaj, që fal sakrificës dhe votës së tyre, sot ju jeni në pushtet. Çfarë mund të thuhet tjetër për ju, vetëm se jeni të shitur? Ata e pyesin Ahmetin për numrin e fëmijëve shqiptar në Maqedoni që rriten pa prindër, apo me baballarët e tyre në përburgje, vetëm për shkak të, siç thon ata, dëshirës që fëmijëve të tyre të sigurojnë një të ardhme më të ndritur, ku për shkak të politikave që zhvillohen në Maqedoni, i kanë lënë ata të luftojnë për ekzistencë. A thua si ndiheni zoti Ahmeti për ahengje familjare e shoqërore në për të cilat shfaqeni çdo ditë i harreshëm, kur bashkëluftëtarët tuaj, si dhe familjet e tyre momentalisht përballen me tragjedi e dramë të vërtet jetësore, si pasojë e politikës suaj, e cila i shërben një pushteti të kalbur e anti-shqiptar. Si ndiheni zoti Ahmeti kur përqafoni e uroni fëmijët tuaj në ditët e tyre të rëndësishme jetësore, kur fëmijët e shokëve tuaj ka një vit e gjysmë gati që as zëri nuk u kanë dëgjuar baballarëve të tyre, e disa as nuk kanë për t'i dëgjuar e parë kurrë. Familjarët i kanë bërë apel ambasadës së SHBA-s në Maqedoni, zyrës së BE-s, avokatit të popullit dhe të gjitha organizatave ndërkombëtare që të ndërmarrin hapa konform ligjeve ndërkombëtare, me qëllim që familjarët e tyre të kenë një trajtim njerëzor, të bazuar në të drejtat e njeriut. Pasi në të kundërtën, siç shkruajnë ata në letrën e tyre, situata në Maqedoni mund të eskalojë, duke shtuar se durimit të tyre po i vjen fundi. Ata po ashtu i bën apel shtetit të Kosovës duke kërkuar që të ndërmarrë hapat e duhur dhe të kryejë obligimet kushtetuese ndaj qytetarëve të saj. Ministria e Punëve të Brendshme shpalli konkurs për punësimin e 600 policëve të rinj, ndërkaq për 22 policët shqiptar që u pranuan në konkursin e fundit prej 400 policëve nuk ka mjete financiare. Ministri Çafkov thotë se ka komplikime në buxhet. Përderisa 2 muaj më parë, Ministria e Punëve të Brendshme nuk i punsoi 22 policës shqiptar të cilët pas trajnimit edhe janë pajisur me certifikat, Ministria e Brendshme sot ka hapur konkurs për punësimin edhe të 600 në punësve të ri. Në konferencën e ministrit Mitko Çafkov, të vëshenja e pyeti sërish atë se pasi ka nevojë për policë, pse u lanë në rrugë 34 kandidatët e konkursit të kaluar, prej të cilëve 22 shqiptar. Por Çafkov tha se ka komplikime financiare dhe pse numri i tyre është tepër më i vogël nga ai që do të pranohen në konkurs. Nëse këto imat buxhetske implikacji i zato Gjithsesi se ka komplikime buxhetore, andaj bisedojmë dhe negociojmë me Ministrinë e Financave. Nuk do të mund të prejudikoj para kohës se cili do të jetë rezultati nga këto negociata. Nëse marrim pajtueshmëri, ne kemi nevojë. Ata me të vërtetë kanë kryer trajnimin, kështu që me trajnime plotësuese do t'i ngrenim edhe kompetencat edhe kapacitetet e tyre profesionale. Lidhur me konkursin e sotëm, ministri Mitko Çafkov rritjen e numrit të policëve e arsyetoi me ndodhjet e fundit në rajon.
Ai potencoi se Ministria e Brendshme ka mangësi të policëve. Sipas tij, numri në punësve të policisë është larg standardeve botërore, ku duhet të ketë 330 policë për 100.000 banor, ndërsa në Maqedoni numri i kësaj mesatare është shumë më i vogël. Nekada do 2020 godina Deri në vitin 2020, nga MPB në pension do të shkojnë 1200 policë të uniformuar, ndërsa deri atëherë edhe 200 nga shërbimet e tjera do të pensionohen. Gradualisht, ky numër do të plotësohet. Andaj është edhe konkursi i ri, të cilin e shpallim për pranim të 600 kandidatëve të cilët pasi t'i kalojnë testin do të trajnohen për pjesëtar të MPB-s. Çafkov tha se një pjesë e policëve nga konkursi i ri do të radhiten edhe në policinë kufitare. I pyetur pse pikërisht kur ka negociata për formimin e qeverisë së re, hapet konkurs për punësime në polici, ministri i Brendshëm potencoi se pavarësisht negociatave, policia duhet të funksionojë. Komisioni Kuvendor për Financa dhe Buxhet sot e ka ditën e fundit për të debatuar për rishikimin e buxhetit. Deputetët e PDSH-s kanë vazhduar të propozojnë amendamentet e tyre për ujësillës, kanalizime, rrugë, shkolla dhe kushte të tjera elementare për vendbanimet shqiptare, por të gjitha janë refuzuar nga ana e zëvendës ministrit të Financave, nga radhët e BDI-s Gzim Beadini dhe deputetëve të pushtetit. Pasi të përfundoi debati në Komisionin për Financa, atë rishikimi i buxhetit të vitit 2016 do të kalojë edhe në seancë plenare ku deputetët do duhet të votojnë nëse e mbështesin ose jo atë. Huamarrja e Maqedonisë përmes eurobondit në vlerë për 650 milionë eurove është hyrë në kohë të pacaktuar me kërkesë të LSDM-s opozitare. Dhënia e euro obligacioneve u nënlua pasi që në letrën e dërguar nga LSDM-ja më 14 korrik thuhet se huamarrjet nuk kanë bazë juridike. Maqedonia u paraqit në tregun financiar ndërkombëtar për të kërkuar borxh maksimal për 650 milionë eurove me një periudhë shlyerje prej disa vitesh dhe normë interesi prej 5%. Qeveria nga ana e saj pretendon se korrespondenca është motivuar politikisht dhe se nuk ka bazë ligjore për kontestimin e borxhit. Zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski tha se eurobondi megjithatë do të lëshohet. Ai tha se kanë pas shumë interes nga ana e investitorëve për eurobondin, por për shkak të destruktivitetit të opozitës ai u anulua. Liçeni i Treskës në Saraj mbetet penk i premtimeve të paralizuara të kryetarit të komunës së Sarajit Bekim Murati. Edhe pse projekti për ndërtim të stacionit për filtrimin e ujrave të zeza në Saraj është premtuar prej vitesh, i njëjti akoma mbetet vetëm projekt në letër. Banorët për këtë akuzojnë Muratin duke thënë se që nga dita kur është zgjedh kryetar, nuk ka punuar asgjë për komunën. Liçeni i Treskës në Saraj vazhdon të mbetet një zonë ndaluar për vizitorët e vendit dhe larg përdorimit, edhe pse aty këtu mund të shihet ndonjë vizitor, notimin e këtij liçeni mbetet i ndaluar. Shkak për këtë është ngecja e ndërtimit të stacionit për filtrimin e ujrave të zeza, të cilat derdhen në të, liçeni vetëm artificial në Shkup, i cili dikur u shërbente qytetarëve për të kaluar ditët e ngrohta të verës, sot është i braktisur dhe në shikim të parë të lë përshtypje që në këtë vend nuk ka shkelur ndonjëherë këmba e njeriut. Edhe pse për këtë projekt është folur gjatë dhe është premtuar shumë, premtimet akoma nuk janë realizuar. Ndërtimi i stacionit për filtrimin e ujrave të zeza në Saraj, përkatësisht në fshatin Glumov dhe Shishov, ishte edhe në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim të vitit 2014, për të cilin ky subjekt politik kishte premtuar ndërtimin e fazës përfundimtare me vlerë prej 44.3 milion denar. Megjithatë, edhe pas 2 viteve nga kjo platformë, projekti nuk ka përfunduar. Fajin për këtë banorët e kësaj komune ja hedhin kreut të Sarajit Bekim Murati, për të cilin ata thonë se nuk punon për interesat të banorëve. Qitë ka premtu kur gjohë asë një rrugë, se ne ka bon qatave që ka bon një asfalt. Këtë hajdut janë këto, qitë premtu e ato. Shka ha. Ajo udhën këtë rena. Banorët akuzojnë Muratin duke thënë se që nga dita kur është zgjedh kryetar, nuk ka punuar asgjë për komunën. Shtaj këtë hajdut janë bon, këtë hajdut. Kur gjohë që pi 1990 që u ka bon samostal në Makedonia, ato një ka qojnë se kanë fukë. Këtë i vedhen pare gjinë stone, që qaj kryetari i komunës. Kur një sendë? Atë mere fugën 3 atë kryetarin e komunës dhe të hanë peshkojt. Dhe të jashtaj ka lip peshkojt aqe. Kur një sens s'ka puna me hiq. Shka dhe thona për atë punë? Kur gjo s'ka? Kryetari i komunës asë një shajk se ka vunë, qaq.
Kryetari i Sarajit Beki Murati ka deklaruar disa herë publikisht se projekti është para përfundimit dhe në pyetje janë ditët kur i njëjti të përfundojë. Megjithatë, në tentimin e sotëm të televizionit Shenja për të marrë përgjigje nga Murati, ai nuk pranoi të flasë para kamerave, duke përsëritur fjalët e njëjta se projekti është shumë afër përfundimit. Kuvendi i Kosovës ka vendosur që më datë 3 gusht të mbahet debati profesional shkencor për çështjen e demarkacionit Kosovë-Malizi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Siria është streha më e madhe në botë për terroristët. Me sa duket tërbimi i motit ka përfshirë edhe Shqipërinë. Ka qenë gazetari Blendi Fevziu i cili ka postuar një video nga llogaraja ku shihet rebeshi i madh i shiut dhe mjegulla të cilët kanë mbuluar vendin. Ndërkohë kujtojmë që ditën e gjeshme në Itali dhe Zvicër ra bor. Gjithsesi ky është një lajm i mirë edhe për turistët, të cilët tashmë mund të shijojnë të dy astinat në jug të vendit, verën dhe dimrin. Nënkryetaria e Kuvendit nga radhë televizjes vetëvendosja Aida Dërguti ka njoftuar se kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që më datë 3 gusht të mbahet debati profesional shkencor mes Komisionit Shtetëror për Demarkacion dhe grupit të njohësve profesionist për diskutim dhe ballafaqim faktesh për çështjen e demarkacionit në Malin e Zi. Demarkacioni si pas saj më 4 gusht do të ketë seancë të rregullt në Kuvendin e Kosovës, të shohim ballafaqimin e qëndrimeve të ndryshme që të ndikojnë në formësimin e qëndrimeve të deputetëve, që nuk janë deklaruar ende a janë pro ose kundër. Besoj që marrëveshja për demarkacion tashmë është e pavlefshme dhe debati do të ndikojë tek deputetët që ende nuk janë deklaruar pro apo kundër demarkacionit, ka theksuar ajo. Debati për demarkacion do të mbahet në sallën alternative të Kuvendit të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar atë që e cilësoi kërdin e pabesueshme në sulmin e Nicës, ndërsa ka thënë se Siria momentalisht është streha më e madhe në botë për terroristët. Kerry e ka bërë këtë deklaratë ndërsa po bisedonte me homologun rus Sergej Lavrov. Kerry gjithashtu ka thënë se bisedimet e një ditë më parë me presidentin rus Vladimir Putin kanë qenë serioze dhe produktive. Ndërkaq zëdhënësi i Putinit në Moskë Dmitri Peskov ka thënë se Kerry dhe presidenti rus nuk kanë biseduar për operacione të drejtpërdrejta ushtarake në Siri. Nga ana e Lavrov ka thënë se është nevojshme që të vazhdojnë bisedimet e nisura dje duke shtuar se takimi Kerry Putin ka qenë i dobishëm. Ndoqët lajmet, ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë.